fjalë në rrugë. Edhe përsëritet dhe bëhet e vërtet. Dhe pastaj kthehet në akuzë, dhe pastaj akuza komentohet, dhe pastaj për këto komente ti e fajtor. Po ç'a është ky mohabet? Ndërkohë që unë personalisht mendoj se në ato që them, kur përdor një gjuhë simbolike, kur përdor metafora, merrem me thelbin e çështjes. Thonë, ç'është ky muhabet? Edi Rama bën fushat, një herë timoni, një herë tepsia, një herë pasaporta tani ka dalë. Po hajde ti marrim me radhë. Hajde ti marrim me radhë të tëra edhe të shohim si kanë rezultuar. Kur unë thosha, ma jepi timonin, që të drejtoj pa të tjerë në prerë, sepse ndryshe s'bëhet reforma drejtësi. U bë apo s'u bë? Dua një drejtësi që godet majtas dhe djathtas. U bë apo s'u bë? Kush e bëri? Sta më du mu e bëri? Timoni pra. E bëri Timoni. Sepse nëse nuk do ishim forca e vetme në qeveri, me këtë vendosmëri nuk bëj reforma drejtësi. Gjithë ata që janë rreth rrotullnesh nuk e duan spakun, nuk e duan këtë që po ndodh. Dhe pastaj kthehen në anën tjetër, kërkojnë ta përdorin spakun, kërkojnë të përdorin thellimin e luftës kundër korrupsionit si një argument pse ne nuk duhet të votohemi. Ky është kulmi. Kanë gjysma e qeverisë është në burg, si mund t'i votoni këta hajdut? E para punës një herë që s'është kështu. S'është kështu se po t'i marrësh qartësisht t'i numërosh edhe të shohësh cilësisht se për çfarë bëhet fjalë, nuk është fare kështu e para punës. E dyta punës, ata të cilët kanë pasur probleme dhe kanë probleme me drejtësinë dhe kanë qenë në qeveri, janë antarë kabinetesh të mandatit parë, mandatit dytë, të fillimit mandatit tetë, por nuk ka rëndësi kjo. Ç'a ka rëndësi? Ka rëndësi fakti që ne jemi në mbështetje të këtij procesi. Ne nuk i vëm pushtetin politik si karrocën para kalit. Pushtetit të pavarur drejtësisë, të cilën jemi pavarësuar ne dhe askush tjetër. Çfarë thonë këta tjetër? Këta thonë që fushata e Partisë Socialiste, fushata e Edi Ramës është tallava, është tallje me këtë, është tallje me atë, po si ka mundësi, po si është e mundur, po si është e mundur. E para punës një herë, këta nuk dinë që është tallavaja një herë. S'kan fare idenë se çfarë është tallavaja. Këta janë përbuzës të kulturës shqiptare. Po, këta janë përbuzës kulturës shqiptare. Këta janë përbuzës të atij fondi thesaresh që ka krijuar kultura jonë. Ato që janë. Dhe nëse ne hapim, bëjmë një takim të madh me njerëzit tanë, kush na ndalon ne që aty edhe të përdorim këngë që janë nga thesari i kulturës sonë, sipas qarqeve, edhe të përdorim valle, kush na ndalon ne? Kush e ka shkruar këtë që kur mblidhen njerëzit në një takim të madh elektoral, a duhet vetëm të rrinë të dëgjojnë fjalime në diell me orë të tëra? Kush e ka shkruar? Pastaj, më falni, po ju them diçka pa modesti, që kur unë merrem me fushat elektorale, merrni, shikojni, analizojni se si ka ndryshuar edhe të tjerët. Kush i solli për herë të parë njerëzit të ulen në takime? Që tani të tërë i ulin njerëzit në takime. Kush i solli? Për të ulur si njerëz dhe për të dëgjuar, jo vetëm thjesht mblidhu dhe ulëri në këmbë. Edhe po ju them prapë që edhe kjo historia me këngët e me vallet, do ta shikoni që do ta përdorin dhe tjerët më vonë. Çfarë janë këto histori? Tjetra, jo merresh me bufin, jo programi, jo këto. Po pse merreni ju? Ju që merreni me analizat, ju që merreni me opinionin publik, pse merreni ju me 100, se është 1 e 100, është
1 minutë në ditë, edhe në fjalët e mia, unë nuk flas 95% kohës as për bufin, as për kënetën, as për lulin, as për venozin, as për. Unë flas për sfidën historike që ka Shqipëria. Po si është e mundur që në këtë takim me historinë, nuk ka asnjë interes, nuk ka asnjë reflektim serioz, nuk ka asnjë informacion normal se ç'është ky moment historik për Shqipërinë, çfarë janë negociatat, si bëhen negociatat, pse është e rëndësishme të mos humbasim asnjë ditë, si ka funksionuar Europa në gjithë këto vite etj.